Shoqata e transportit publik qytetas kanë kërkuar nga qeveria zgjatjen me 3 muaj të tjerë të kompensimit me 50 lek për litër të naftës. Me vendim të Këshillit të Ministrave të miratuar dje, kompanitë e transportit publik qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas do të kompensohen me 50 lek litri për 3 muaj, duke nisur nga muaji mars, kur kriza afektoi tregun e hidrokarbureve në Shqipëri. Shoqata e transportit publik qytetas kërkon që kompensimi për naftën të jepet edhe për periudhën kohore korrik shtator 2026 me argumentin se çmimet e karburantit vijojnë të mbeten në nivele të larta dhe me ndikim të konsiderueshëm financiar për operatorët e sektorit. Më 1 prill, operatorët zhvilluan një takim me ministren e ekonomisë Delina Ibrahimaj, ku kërkuan të zbatohet skema e ngjashme e vitit 2022 për shkak të krizës së çmimeve. Operatorët u kompensuan 6 muaj për naftën me 100 lek për litër. Për shkak të mospërmbushjes së kërkesave të tyre, operatorët bllokuan për 2 ditë lëvizjen qytetarëve me autobus në Tiranë dhe rrethe, duke reduktuar numrin e mjeteve deri në 60%.